Komunasht do të diskutojnë në këtë pjesë të emisionit për mënyrën se si votojnë kosovarët. Votojnë bazuar në programet e paraqitura nga kandidatët apo votohet faktikisht vetëm për kandidatin, për partin apo edhe për hatër. Do të diskutojmë në këtë pjesë të emisionit në lidhje me këtë çështje me dy analistë të çështjeve politike, me mua në lidhje të drejt për drejt. Ka Makbule Shkodra. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Gjithashtu kam edhe Adrian Zeqirin, gjithashtu analist. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Zonja Shkodra, duke pas parasysh edhe të kaluarën tonë dhe faktikisht edhe zgjedhjet e kaluara që janë mbajtur në Kosovë që nga pas lufta, jemi ende në mentalitetin ku votohet në bazë themi hatrit ose në bazë të partisë, apo kemi arritur të edukohemi që të analizojmë programet që paraqiten nga kandidatët? Po, të them të drejtën, nga ajo që unë e kam parë dhe nga vetë përvoja kur kam qenë shumë më mati tani në politikë, dhe shoh që nuk ka ndryshuar, shumë pak gjërat kanë ndryshuar. Ne mbetemi ende popull që votojmë së pari në bazë të hatrit, pra nëse dikujt ja ke hatrin, e ke familjar, pastaj pasi që janë zgjedhjet lokale, një gjë është një përparësi, që edhe nëse nuk votohet për hatër ose për lidhje familjare, e njohim personin, do të t'ja shikojnë të kaluarën, çfarë respekti ka ai në shoqëri, ndërka që programi mbetet mendoj opcioni mos themi fundit, po aty dikun ka fundi, po prioritetet janë këto. Megjithatë, mund të them se po bërehet një vetëdijsim pozitiv i qytetarëve, të cilët tani po dinë edhe të kërkojnë për shembull çka ju mungon. Por faktikisht mua më duket që megjithatë këta kryetarë për shembull që i kanë pas deri më tani, dhe nëse nuk i kanë plotësuar ato kushte, tani unë e shoh problematike pse ti votojnë edhe një herë, nëse nuk i kanë plotësuar kushtet që i kanë kërkuar. Kështu që për me e përmbledh kështu mendoj që ende mbetemi një popull që votojmë së pari për kandidatin, për preferencat mund të jenë familjare, respektin që e gëzon shoqëri, e programi vije do të thotë pas kësaj. Nuk është që e shikojmë krejt programin dhe në bazë të saj pastaj i vlerësojmë ata që kanë qenë, kanë përmbushur detyrat apo jo. Kjo është realiteti, asë unë e kam pa dhe po shoh që nuk ka ndryshime të mëdha. Zotëri Zeqiri, në këndvështrimin tuaj, a arrin kandidatët, në këtë rast kandidatët për kryetar komunash, të paraqesin në mënyrën e duhur programin e tyre, sa që ndoshta edhe në atë mënyrën më kreative që t'i bëjnë edhe votuesit potencial që të ndalën të programin tek ajo çka ata paraqesin? Po, ekziston një diskrepancë e madhe mes modelit të votimit të partive politike në qendër, ku dominon narracioni, propaganda, ideologjia, dhe ata që votues votojnë për nivelin lokal. Në nivelin lokal, votues janë shumë ma pragmatik, ata shikojnë personalitetin ma shumë se sa programin. Thu që programi është letër, personaliteti është garancion i ati programin. Kështu që votuesit në të shumtën e rasteve në nivelin lokal zhveshin veten prej premtimeve të mëdha, prej narrativave të cilat vijnë prej nivelit qendror. Aty ata fokusohen ma shumë në ata se kush mundet me bë ma shumë. Jemi qartë, në nivelin lokal është gjithmonë nevoja për punë praktike, për dikon që bën zgjidhje praktike në terren, në nivel të mundshëm, jo për fjali të mëdha. Kështu që me një farë fjale, unë kisha pas dëshirë që aja menquria e votuesit kosovar për nivel lokal të përkthehet edhe në ato të nivelit qendror, sepse po aq sa është e rëndësishme niveli lokal, ndoshta shumë fish është më i rëndësishëm niveli qendror,
mirë për fatkeqësisht në nivel qendror ende kemi të bëjmë me narrativa, me propagandë, me ideologji, me fjalë të mëdha, ndërsa në nivel lokal kemi të bëjmë me punë praktike, të cilat ose bojnë jetën më të lehtë ose bojnë jetën më të vështirë. Kështu që votuesi kosovar është shumë i vëmendshëm për këtë sene dhe se e kemi pa që ta zojnë partitë politike që kanë sukses jashtëzakonisht madh në nivel qendror, që është lëvizja vetëvendosje, në nivel lokal nuk kanë sukses për shkak se narracioni dhe narrativa nuk përkon me zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet lokale kemi bëjmë me përzgjedhjen e njerëzve të cilat janë menaxher dhe kryes të punëve të mirë, jo me retorik edhe me propagandë. Thua që vetëvendosja faktikisht nuk tregon sukses në zgjedhjet lokale për shkak se nuk ka narrativën e duhur, thoni që narrativa e vetëvendosjes është më e përshtatshme për zgjedhjet qendrore? Është vërtet për zgjedhjet qendrore narrativat e mëdha, që është veriu, që është pavarësia e Kosovës, që është vetë emri i vetëvendosjes, kanë një shitje më të madhe në kuptimin që këto narrativa kanë efekt tek votuesit, po në nivelin lokal nuk kanë, sepse në nivelin lokal duhesh më quhet dhe me punu. Nuk mundesh më shef mbrapa fjalimeve të mëdha. Në nivelin lokal duhesh me ndreq kanalizimin, duhesh me ndreq trotuarin, duhesh me ndreq rrugën e kështu me radhë. Kështu që në nivelin lokal shihet që fjalë të mëdha s'kan pesh. Unë edhe njerë për thamë, kisha pas dëshirë që kjo të ishte edhe në nivelin qendror, sepse edhe në nivelin qendror kemë nevojë për njerëz që zgjedhin situata, jo njerëz që japin fjalë të mëdha, po fatkeqësisht në nivelin qendror nuk ndodh, ndërsa në nivelin lokal kjo ndodh shumë më shumë. Deshta vetëm të ndërlidhem, përderisa në nivelin qendror vazhdojmë ta kemi një zonë zgjedhore, kështu do ta kemi. Sikur ta kishim do të thotë edhe zgjedhjet për nivel qendror, të ndara për shembull në 7 zonat kryesore, 7 qytetet njësit, të organizojë ashtu që secili qytet të ketë përfaqësimin e vet. Kjo kuptohet që kërkon shikueshmëri të popullatës e sa vendet mund t'ju takojnë, t'jeni të bindur që ne lëvizja vetëvendosje nuk do ta kishte këtë rezultat, po edhe partitë të tjera nuk do ta kishin këtë përfaqësim që e kanë. Sepse ne shohim në nivelin qendror, për shembull bëjmë që një parti e cila ka një shtrirje regionale, të gjithë pothuajse deputetët vijnë nga ai region. Ndonse ka për shembull Dega ajo parti edhe në zona tjera të Kosovës, po ja që koncentrohet për shkak që është një zonë zgjedhore. Kështu që unë mendoj që në zgjedhjet lokale është shumë e vërtet, pajtohem me Adrianin çka po thotë, edhe ashtu edhe unë vetë mendoj, po për të pasur një kualitet më të mirë të deputetëve për shembull në këtë rast në parlament, do të ishte shumë mirë të kishim ndarje në zona zgjedhore, sepse në zonë kandidon për shembull 2-3 kandidat nga cila do parti, po ajo popullat aty që jeton i njeh ata shumë mirë, dhe ata mund të marrin votë vetëm aty. Do të thotë aq sa janë të vlefshëm do të marrin votë aty e jo në gjithë Kosovën. Prandaj na kemi përfunduar faktikisht që sa herë po themi që legjislaturat çdo herë më shumë po vim dhe po kemi legjislatura në nivelin qendror më të dobta se ato parapraket. Dhe kjo është problemi që duhet të zgjidhet. Patjetër që se jemi duke folë për zgjedhjet lokale, gjë që më pëlqen në zgjedhjet lokale, është një vot, vetëm një kandidat mund të votohet. Dhe kjo e bën konkurrencën shumë të fortë, sepse secili do të mundohet për veten, të siguroj votat për vete. Kurse në nivelin qendror fatkeqësisht, nga ajo që i kishim për të votuar 5, degraduan dhe tani u votuan 10 kandidat. Dhe kjo faktikisht pastaj krijon servilizmin për brenda
listës, kush do të votoj ti, më voto mua, më fut në 5 shën tënde, në 10 shën tënde. Do të thotë një të mirë zgjedhjet lokale e kanë që një kandidat mund të votohet dhe barçi listë në mënyrë automatike e merr votën e partisë për shembull. Më të ashpër ndoshta i bën në këtë rast edhe kandidatët që të jenë më konkurrues edhe më të ashpër edhe karshi njëri tjetrit. I bie që edhe brenda partive politike të ketë një farë gare zgjedhore, jo vetëm jashtë, jo vetëm me parti tjera. Për mendimin tim, gjë që unë kam lobuar dhe kërkuar në atë kohë kur kam qenë në politikë që reforma zgjedhore dhe në nivel qendror të bëhet maksimum të votohet vetëm një kandidat, një deputet ki drejt ta votosh dhe një vot i shkon partisë që e voton, pra ati bartësi të listës, kandidati për kryeministër. E kjo në nivelin lokal e rrit ashpërsinë e garës, por megjithatë secili duhet të tregoj kualitetet e veta. Nuk mund të përbirohet në një 10 ose 5 si që është në nivelin qendror. Dhe unë mendoj që kjo e bën garën më të mirë, por megjithatë mbesin ato që i tham në fillim. Ende qytetarët tonë votojnë me preferenca ose familjare, ose shoqërore, ose si e vlerësojnë vetë kandidatin aty, do thotë, por megjithatë zgjedhjet lokale do thotë gara më duket që është më e mirë, më e ashpër në kuptimin e fitimit të votës, por megjithatë do të ketë një lloj kualiteti për brenda asamblejisë. Po, zotëri Zëqiri, sipas jush, pse faktikisht ende vazhdohet që të komentohet ose fokusi të jetë tek kandidati? Pse diskutohet gjithmonë vetëm kandidatët edhe vetëm si emra pa kaluar më tej, pa kaluar tek programi? I bie faktikisht që është faktikisht një qasje e përgjithshme e cila po trashëgohet, apo i bie që partitë politike, kandidatët vetë nuk janë ata që japin fokus programeve të tyre? Unë e thash edhe më herët, programi është letër, kandidati, personaliteti njerët është garancion. Kështu që votuesit në nivel lokal shikojnë njeriun përtej partisë politike. Shikojnë sa ai njeri është i aftë që të mirët me problemet të tyre me të cilën ata përballen për çdo ditë. Kështu që unë e përgëzoj këtë qasje edhe veç kisha pas dëshirë që kjo qasje edhe kjo mënyrë e votimit, kjo inteligjencë votuese në nivelin lokal të përsëritet edhe në nivelin qendror, sepse në nivel qendror kemi nevojë për njerëz që bëjnë zgjidhje, ju japin fjalë të mëdha. Dëgjoj, po ta jap një shembull, unë me prejardhje jam prej komunës Vitis, pi Kabashit jam. Edhe në vitin 2016-17 është ndërtu autostrada për Shkup, mi po nuk ka pas dalje për komunën e Vitis. Mandje nëse uston në autostradën për Shkup, komuna Vitis nuk shfaqet asnjëherë në shenjat e tabelave njoftuese në autostradë. Thotë që s'ekziston hiç. Që sa vite ka pas qeveri, mbas qeverie, ende nuk është mujt mu bë një dalje prej autostradës për më u fut në komunën e Vitis. Kjo është një dështim jo i nivelit lokal, po është një dështim i nivelit qendror. Për ata çka tha zonja Shkodra, unë e pajtohem që në rast se deputetët do të kishin konstituencë zgjedhore, do të vinin prej një rrethit, kjo do t'i bënte ata më të përgjithshëm në nivelin qendror, e kam fjalën, më të përgjithshëm dhe më llogaridhanës ndaj votuesve të tyre. Komuna Vitis nuk ka përfaqësues në nivel qendror? Parlament. Në parlament edhe është shumë vështirë në komunë e vogël, në lokalitet i vogël që është Vitia, që të ketë përfaqësues të vetin në nivel qendror, edhe nëse
ndonjëri prej partive politike bën një zgjedhje të tillë, ai nuk e ka llogaridhënien ndaj nivelit lokal që do duhet të ishte. Kështu që zona zgjedhore e Kosovës që është si njësi zgjedhore, mendoj se i bën shumë dam llogaridhënies dhe pikërisht aja çka qeveria qendrore edhe parlamenti, deputetët duhet të kenë një llogaridhënie ndaj votuesve të tyre. Në nivelin lokal, në zgjedhjet lokale, kjo është shumë e prekshme dhe shumë efektive, dhe se gjithsesi kur votuesi dhe përfaqësuesi i tij kanë lidhje direkte, atëherë është edhe demokracia më e mirë, është edhe kualiteti i qeverisjes më i mirë, edhe debati publik është shumë fish më i mirë. Po, zonja Shkodra, apo konsiderohet ende themi e vota e votuesit kosovar si tregti në kontekstin që për interesat vogla, për interesa personale, këtë rast të votuesit apo kandidatit, të mirët një votë dhe të mos shkohet tek programi që paraqesin kandidatët? Dëgjoni, për sa kohë Kosova e ka këtë gjendje shumë të vështirë ekonomike, mos harroni se një pjesë e votuesve kërkon të përfitoj diçka, kërkon një premtim, një vend pune, një subvencion, dhe do të kemi edhe raste të tilla kur vota për shembull u jepet dikujt në këmbim të ndonjë premtimi që do t'ja bëj. E kjo vije si pasojë e kësaj situate shumë të vështirë që e kemi ne këtu. Tashti, sikur të kishim një ekonomi më të mirë, sikur të kishim vende pune ku njerëzit mund të gjejnë lirshëm vendet e punave dhe nuk do t'i lidhin me partitë që ose të antarësohen ose t'i votojnë në mënyrë që t'u ofrohet ndonjë mundësi, jeni të bindur që edhe votimi do të bëjë ndryshe. Unë mendoj që ky është një prej shkaqeve kryesore që i detyron votuesit, një pjesë të tyre, jo të gjithë, kuptohet, një pjesë të tyre që edhe votën e tyre ta japin në këtë mënyrë. Një pjesë tjetër voton për shembull i ka kushtet e mira, nuk ka nevojë ndoshta asgjë nga partia, ose voton për shkak të hatrit që dikush e ka familjar, po ndoshta edhe voton për shkak që e vlerëson një kandidat. Por pika kryesore vazhdon të mbetet. Kushtet e vështira ekonomike e kanë detyruar edhe votuesin që të, mos them me një fjalë butësisht, të stabilizohet për shkak që e ka gjendjen e vështirë dhe kërkon një zgjidhje. Dhe këtë e shfrytëzojnë kushdo parti që vije aty, e shfrytëzon. Dhe për shembull, kemi edhe raste ku ka rrugë që nuk janë ndërtuar. Për shembull, tani së fundmi dëgjova një rrugë në një fshat të Kamenicës, në Desivojs, që tani do është ndarë një buxhet. Tani dëgjoni, për atë rrugë është folur që sa vite, ka 10 vite, dhe tani para zgjedhjeve lokale, kryetari atje që është i lëvizjes vetëvendosje, pas ka vendosur me ndërtu në fshatin Desivojs një rrugë. Kjo tregon pra... Shkodra, Desivojs e sa... Po, se e një patrajon, baba imi ngrirë është edhe i varrosun atje, edhe unë e di problemin e asaj rrugë. Do që tash paramendojeni, pak para zgjedhjeve lokale, e dëgjoj në lajme se do të vazhdohet pas paktimi i kësaj rruge. Pra kjo është ajo që këta njerëz që janë të zgjedhur e keqpërdorin ditën e tyre të luajtur me nevojat akute që i ka popullata, do të thotë, sepse atje s'ka mbetur tani më kush, sepse kushtet janë të kajetuar. Por ja kjo e tregon mënyrën se si keqpërdoret, se si aja atyre që kanë dhe manipulohet qytetari i gjorë i cili nuk ka ka t'ja bëj. Po, zotëri Zëqiri, a e bë kjo faktikisht që partitë politike pastaj të shkojnë deri në pikën sa të bëjnë edhe premtime boshe në kuptimin premtime të cilat janë të parealizueshme, ndoshta edhe ata vetë janë të vetëdijshëm, por për hir të asaj që ndoshta votuesit nuk janë edukuar ende që të analizojnë programin edhe krijohet hapësira për një gjë të tillë. Gjithsesi, unë gruën e kam nga Gic edhe qaja rruga që s'ko ka shtru në Desivojs shumë keq që është puna. Po me kesë.
Kështu që, unë nuk propaganda e nivelit qendror përkthehet shumë keq në nivel lokal, sepse në nivel lokal ata që e thash prej fillimit njerëzit këshyrin për një menaxher të mirë, për një menaxhues të punëve publike të mira, shumë ma shumë se sa një fjalaman ose një dikush që ka fjalë mëdha. Ne kemi pa tazojmë me komunën e Prishtinës kur ka qenë kandidati i lëvizjes vendosë Shpend Ahmeti ka ardhur me fjalë të mëdha, edhe kemi pa që për 8 vite komuna e Prishtinës ka metë në zerra, nuk është bërë gjë hiç. Kështu që fjalët e mëdha në nivel lokal nuk çojnë pesh, dhe se në nivel lokal votuesi është shumë më inteligjent dhe bën zgjidhjet më praktike të mundshme të cilat i ka para veti. Kështu që unë besoj që në nivel lokal do të shohim edhe më tutje, edhe në këto zgjedhje, do të shohim të papritura, kuptimin që do të fitojnë kandidatët pa parti, do të fitojnë kandidatët që partia tyre në nivel qendror nuk është kumëdisi sa e madhe, do të fitojnë njerëzit të cilët bojnë zgjidhje dhe janë menaxher të mirë të situatave lokale, jo fjalëve të mëdha. Po, të nderuar, faleminderit shumë që na bashkuat në këtë diskutim edhe sot në Rreth e Rrotull. Faleminderit. Faleminderit. Ishim në këtë diskutim të parë të emisionit të Rreth e Rrotull për sot, sa i përket mënyrës se si votohet në Kosovë, votohet kandidati apo programi, faktikisht programi dhe premtimet që bëhen gjatë fushatës elektorale. Kështu kemi arritur në fund të pjesës së parë shkëputim.